Ministria e Bujqësisë në 3 muajin e fundit filloi një akt veprimi shumë të rregullt, shumë normal në zbatim të ligjit. Pra, aflatoksina ishte çështja kryesore. Dhe kuptohet që aflatoksina sulmohet ose operohet në fermën blegtorale ose në zinxhirin primar tek produkti ushqyes për blegtorin, pra kryesisht për misrin, misri i prodhuar në Shqipëri apo ai misri i importit, dhe pastaj kuptohet që veprimi kryesor është në fermën blegtorale. Pra po të shikosh pak edhe rregulloret e Bashkimit Evropian, fabrika nuk është pjesë e penalizimit të aflatoksinës, por është pjesë për të identifikuar fermat blegtorale të cilat është dhe në ligjin shqiptar të ushqimit, që 2008 është ndryshuar, që një fabrikë që ka identifikuar aflatoksin dhe është në mënyrë të shpesh, duhet të lajmëroj autoritetin përkatës për të vazhduar gjunjëshmërinë dhe për të marrë masat përkatëse. Shiko, në fabrikë 3 janë praktikat që ndiqen. Është higjiena dhe siguria, pra gjithmonë, kjo është më kryesorja, siguria, që janë temperaturat e qumshit kur dorëzohet, testi për antibiotik, aflatoksina më njëshi, vlerësimi organoleptik dhe ngarkesat mikrobiale. Pastaj vim në fazën e dytë, që nuk ka lidhje me atë pjesë të sigurisë ushqimore, që është cilësia teknologjike e qumshit. Mirë, po mos dalemi gjitha vetëm tek pjesa aflatoksinës. Jo, ta shpjegojmë pak. Që lidhet me yndyrën, me proteinën, me densin, pika e ngrirjes, aciditeti e tjera. Pastaj vim ke shëndeti i tufës, janë ato qelizat somatike. Ne jemi ke pjesa e parë, ke siguria, pra higjiena dhe siguria e lëndës parë, e cila pastaj ndikon tek shëndeti i popullatës. Kuptohet që një qumësh, dhe po të shohësh në planin operativ të një fabrike, ka korektime, po ka edhe refuzime. Pra, kur vim ke antibiotiku, kur vim tek qelizat të larta, aflatoksina, ka refuzim të marrjes së qumshit. Pra, nuk ka korektim. Ajo që unë kemi parë, kemi identifikuar dhe nga takimet që kemi pas me antarët e shoqatës, i ka bërë mirë sektorit. Çdo thotë kjo që i ka bërë mirë sektorit. Sepse disa nga ato ferma, të cilat janë identifikuar me aflatoksin dhe i është refuzuar marrja e qumshit, kanë korrektuar problematikën. Pra qumshi mas 1 javë 10 ditësh, i cili i është marrë, do ta themi këtë, i është marrë, ka qenë brenda normave të lejuara. Pra, që ta qartësojmë, ai person që i ka shkruar zotit Braçe, ose edhe shumë të tjerë mbrapa, nëse është refuzuar disave mund të jetë rimarrë qumshti, kur kanë rezultuar analizat konform, patjetër, për aflatoksinën. Patjetër, kur është konform, i është marrë. Në momentin e parë që ka qenë mbi normën e lejuar, i është refuzuar. I është dhënë... Si e ka korrektuar? Me formulë ushqimi për kafshë? Po, me formulën e ushqimi, duke shtuar element, duke ndruar bazën ushqimore, që ka qenë me pra mund të qenë nga misri nga Serbia, po themi dhe... Pra janë treguar më të kujdesshëm me trajtimin e kafshëve në stall, dhe mbas 5-6 ditësh ka rezultuar brenda normës. Pra kjo mund ta them që i ka vlerëtur dhe sektorit, nuk mund të ecim dot kështu, dhe unë du t'ju them vetëm një fakt që ne këto ditë dhe kolegja do ta konfirmojnë, ne kemi pas ekspertët e sigurisë ushqimore nga Bashkimi Evropian. Dhe një nga fabrikat tona ka qenë dje në kontrollin 6 orë në kontrollin atyre. Të impresionuar kanë dalë, dhe mund ta them nga fabrika e Erzenit. Të impresionuar nga sistemi, nga mënyra operative, nga gjunjëshmëria, teknologjia, cilësia. Ja bon reklamin e Erzenit, po... Po flasim të shi për industrinë. Po do flasim pa emra.
Unë e përmenda Lufren sepse është Pra, duhet sulmuar ta them hapur këtë qoftë nga deputeti, qoftë nga media masivisht. Duhet jemi krenar që inspektorët e Bashkimit Evropian japin këto vlerësime. Dhe jo t'i njollosin, pandaj edhe unë e përmenda, dhe jo t'i japin balt për zbatim ligji. Këtu është vetëm zbatim ligji, nuk është asnjë gjë, më shumë ose më pak. Jo, jam dakord, por du të dim edhe diçka dhe do të na thot tani zoti Reka që edhe blektori, kur i rezulton qumshti me aflatoksin, nuk e di, blektorit janë pikë të hallit gjupë. Pa tjetër, nuk e di. Ai presupozon që blen një misër që është i kontrolluar, i sigurt, nuk ka aflatoksin, nuk ka elemente të tjerë, dhe është i sigurt për... Të gjithë fundorët ke shteti shkojnë. Pra, fundori i fabrikës që respekton ligjin, sepse respekton ligjin e shtetit. Pa tjetër. Ai bujku, ai blektori që jep atë bazë ushqimore, përsëri fundori ke shteti shkon, sepse shteti ka lejuar në dogan një misër i cili ka aflatosin. Në momentin që ne dy shoqatat u bashkuam, diskutuam në ministri, me ministrin e ri, ne patëm një reagim shumë pozitiv. Dhe po vazhdon, me që do në e thot Polikseni pastaj. Nuk e di se sa vazhdon, por u blokuan një sasi shumë e madhe misër importi me origjinë nga Serbia.